Mëngjesi, si jeni, si po ja kaloni? Unë ka ca ditë që çdo mëngjes zgjohem me dhimbje fyti, edhe nuk e kuptoj pse. Dje në darkë piva një takifludek para se me flet gjumë, se ishin duke më dhimbt edhe veshët. Shikojnë që më ka dhuru Janica, a nuk duket ekstrem e bukur cute për me pi ujë? Me të vërtet është motivuese për me pi ujë. Se kisha menu. Se kam pas plot nga kështu tasa për me pi ujë, po pas njëherë nuk është se më kanë motivu taman, ndërsa kët e adhuroj, nuk e di pse. Si i kam durët Portugalli. Ham gjesi njëherë. Për mëngjes do ham cereali. Ishte mami duke bë blerje dhe më thot që të marrë dhe i thash cereali. Ha çdo lloj cereali përveç se këto thjeshtat basic kështu. Këto nuk është se më pëlqejnë kush e di se sa, por ajo pse i mori këto, sepse nga që më ka dalë edhe vitamina D ullët, ishte daily vitamin D needs. Okej. E plus që ishin plot me fibre, bla bla bla, e kështu do me thënë, më tha, për ty që s'kan dalë analizat mirë, këto janë perfekt. Se nuk është se kanë ai shije të keqe, po s'kan as shije të veçantë, nuk është se kanë çokoladë, ku di unë. Po nejse, thojnë se na bëjnë mirë, kështu që po i ham. Mësohesh duke i hangër. Edhe fillon edhe të pëlqejnë. Kam edhe një ilaç që duhet ta marr një herë në 2 javë. Edhe supozoj ta merr shunën. Harrova. Tash e bie nëse e marr 2 ditë më vonë. A ndodh ndonjë gjë? Po regjistroja ca video për TikTok, edhe se që më kapi ideja me provu një lip combo të kuqe. Çfarë mendimi kemi për lip kombon e kuqe? Unë sinqerisht nuk e di se çat menoj. Për këtë lip combo kam përdor lapsin nga marka She, që e gjen tek DM-ja këtu në Itali, në Shqipëri nuk e di se ku mund ta gjesh, numri 145007. Ndërsa buskuqi është nga Royal Beauty, është tamam i kuq, thjesht nuk kam numrin e buskuqit, sepse nuk e ka shkruajtur. Se di për çfarë arsye se ka shkruajtur. Edhe ta menosh që unë s'kam pas buskuqa të kuq, derisa ma dhuroi mami këtë, që mund ta kish parë në atë video e kalume, edhe thash hajt ta provoj, duhet ta kisha provu për festa, se tash buskuqi i kuq është për festa. E unë se provova për festa. Anyways, gjithsesi kam bërë edhe flokët pak më të errta. Oh my god! Çem tu i bë vetes? Kam ndryshu komplet. Po muj me njoft ma veten. Nejse se bëj shaka, thjesht jam duke eksperimentu, okay? Kështu e ka kjo punë kur regjistron. Thjesht duhesh me eksperimentu edhe me gjet. Se në të reja. Me i provu në fytyrë, në trup, në flok. Jam kurioze me ditë edhe ç'a menimi ke. A më shkon e kuqja, po duhet ju kthem buskuqave të mirë roz, që përdor nude zakonisht. Edhe nëse e vu në re, as blash nuk kam përdor sot. Kjo nuk jam unë. Kjo nuk jam unë. Tani do ndrohem sepse regjistrimet i përfundova, edhe do vesh përsëri rrobat e gjumit. Do jem me rroba gjumi, por me buskuq të kuq. Okej, tani që jam me të bardha, nuk e di nëse e shoh tamam buskuqin e kuq. Do me thënë mu dukte sikur shkote më mirë me një bluzë të zezë, do me thënë me një outfit total black. Besoj do rrinte më mirë. Por unë nuk jam eksperte buskuqit kuq. Më tregon ti ç'a menimi ke. A di me ç'a mund shkoje si pas meje? Me ngjyrën blu ose bojqell, do me thënë me një outfit OMG, nuk e di. Jem t'ja fut kot. Më trego si pas teje cili buskuq shkon me cilën ngjyrë outfiti. Edhe e di që bluza ime është pis, ndoshta nuk dallohet, por nga që kam hangër frutat e kuqe janë shtrydhur te bluza ime. Tani sa të mëroj punë me këto rrobat, do ha drek, se ka shku ora 2, edhe çuditërisht unë hala s'kam hangër drek. Që nuk ka shanse se ndonjëherë me më zan ora 2 pa drek. Po ja që duke regjistrue ashtu, kur ja nis pastaj me regjistru, nuk du me ndërpret, du me përfundu atë që e kam nis, sa ma shpejt, jo sa ma shpejt si me heqafe, po edhe ashtu, do me thënë, jo me ndërpret se ta buk, sepse unë e di që mas buke kam nevojë të editoj. Ama nëse nuk i përfundoj para buke videot, lind problemi që mas buke na vjen gjumë. Edhe munohem mos me flet, sidomos tani që ka shku ora 2 nuk do flet sigurisht, por të paktën e di që thjesht do rri aty në kompjuter, do kryj punë me editimet, edhe shnet mirupafshim. Nuk e di nëse të ka ndodhur ndonjëherë, por unë sa ma pak të ha, aq ma pak uri kam, prit të ta shpjegoj. Do me thënë, mu filloj e me erdhi uri diku nga ora 12:30. Por edhe tani është pothuajse ora 2:10. Edhe duke u mundu me i bë skip uris që të përfundoj, edhe pse tani po më gryn stomaku që të ha, nuk kam uri. Do me thënë, kam uri, po më fal. Kam uri, por nuk kam oreks. E gjeta. Edhe si ka mundësi kjo, ma shpjegon do të kush, si ka mundësi që robi
Ka uri, po s'ka oreks. Ose ma sakt nuk kam oreks për ato që kam në shtëpi, se po t'ishim të sushi tani, ishte ndryshe situata. Dreka ime për sot, extremely basic, pilaf. Nuk do ha gjithë këtë pilaf, po isha të pritu me nda në pjatë tjetër. Edhe budi, mirë do kishte qenë me pas qofte. Më duhet të heq buskuqin e kuq. Më duhet të heq buskuqin e kuq, sepse jam duke ikë te Sofia edhe nuk më duket e arsyeshme me ikë me buskuq të kuq. Por ditë them që më ka pëlqyer shumë. Me siguri do më shikoni duke e përdor më shpesh. Edhe një gjë është që është pak i vështirë për t'u pastru, po nejse. Të paktën sa me heq pjesën më të madhe. I vem pak balsam buze. Një diçka tjetër, Leo zbrit lutem. Një diçka tjetër është që duhet heq lentet, sepse për një arsye që nuk i dihet kjo arsye, kur punoj në kompjuter, nuk punoj dot me lente, nuk e di pse ekranin nuk e shoh aq pastër. E duhet me I heq edhe me punu me syze. Nuk e di, nuk e di. Pa lente nuk shoh, pa syze nuk shoh, me lente nuk shoh aq mirë sa shoh me syze. Zdi ma që me fan. Do t'ju tregoj sot macën ma të fëndor që ekziston. Kjo është Tessa, një ndër macët e Sofia. Edhe peshon, sa te che pesava 6 kg. Ma tu stai capendo? Peshon 6 kg dhe pak. Më duket 6.3 mi sa che pesava. 6.4. 6.6. Gjithsesi 6 kg. Ku do me shkuti? O sot, është një top edhe saj profile check. Flash. Është macja më e madhe, ndërsa këtu kemi macën më të vogël. Vabbè, ma la queen, la diva. Kjo është një mini macë. Te li porto tutti se vuoi. Ecco, kjo është Beatrice. Edhe emri Beatrice është emër shumë I bukur, po tash nuk mund ja japim për shembull fëmisë emrin Beatrice, sepse kemi macën Beatrice. Hai capito cosa ho detto? Che non puoi chiamare più qualcuno Beatrice dove sei. Ma come stai facendo a capire? Scusa, non ho capito. I'm so good. Unë jam të farship e kjo të më kuptu. Tash jam të pasprit. Nejse, daj! Sofia me datë 14 ka ditëlindjen. Sa vjeç do bëhesh me datë 14, Sofia? Era tipo 16? No! No, cos'è che Ti ho era? fatto una domanda. Ti ho fatto una domanda adesso. Sa vjeç do bëhesh me datë 14 Ma janar 14 non era tipo 16? 14? Era 14. Quindi che domanda ti sto facendo? Sa vjeç do bëhesh me datë 14? Da quanto che non ho 14 anni? Ma no! Ti sto chiedendo il 14 gennaio quanti anni fai? Ok, Dillo. ok. 17. Brava. Ed è, come si dice in albanese? Io non me l'hai detto. Non te lo ricordi? No, non me l'hai detto. Ma... 17. 17? Sì. 17. 17. 17. Shta. Shtat. 17. Mbëdjet. 17. 17. No. Ma mi si Perché non riesci incazzo a dire the? The. Mi si riesci? È come dire the film, the movie. È uguale. Shta. 17. 17. Brava! 17, do bëj 17 vjeçe. Yeah, unë do bëj së 7. Come si dice sono così vecchia? Jam e vjetër. Jam? E vjetër. E vjetër? Jam e vjetër. Jam e vjetër. Ti po je e vjetër. U ktheva nga Sofia, edhe nuk tu të bëj shumë sepse mami është duke flet gjumë, por filloj mazit e mia, por tani do përdor këtë kremin për trupin. Atëherë kam bler këtë kremin nga kjo marka Bondi Sense në Amazon, Everyday Gradual Tanning Milk. Atëherë gjithë kena qef me qenë pak si bronzy, okay?
Por me përdor kështu self-tan, pritoj. Pritoj sepse duhet me njët mrapa shumë, ndërsa ky është një krem hidratues. Dje e kam apliku pak, por nuk është se kam pa ndonjë diferencë të madhe. Tani sonte duhet ta aplikoj prapë sepse supozohet ta aplikosh çdo ditë. Gabimi që kam bërë dje është që nuk kam la mirë durt, po nejse. Tani do ta aplikojmë përsëri, edhe ta shohim çyçja se do na zgjojnë kamerën. Të mia, edhe ta shohim nëse do na bëjë ndonjë diferencë. Por për me apliku duhet më ush vesh. Kështu që shihna nesër mëngjes. Ka ca ditë që ndihem si e bllokume, edhe më dhe fyti çdo mëngjes, edhe hunët i kam bllokume. Kam pi kështu takiflu, kam pi ndaj takipirin. Mundësisht po afrohet ditëlindja ime. Mungojnë, sa mi sot? 13. Mungojnë 2 javë. A ka ndonjë dallim nga kremi që kam vu mram? Apo shkojmë në banjo, ta shohim me dritë më mirë. E po mirë mëngjesi. Pak dallim ka, shumë pak. Di të them që më pëlqen që dallimi është pak në thojza, sepse më duket ma natural, ma i thjesht, se nuk du që të jetë kështu fake dallohet. Sonte do ta riaplikojmë prap. Prap. Unë besoj që dallohet sidomos këtu te qafa, sepse në fytyrë nuk e kam apliku. Për në fytyrë preferoj me ble ndaj tjetër që të jetë pozaçërisht për fytyrën. Nuk lejohet me pi se Lisa duhet bëja foto. Porosia ime është gjithmonë cappuccino me ginseng. Sot i ka shtu dhe kanelë. Edhe jo sot, gjithmonë ja shtoj edhe kanellën. Edhe mundësisht zakonisht i theme ma hedh edhe sipër kësaj brioshit. Po sot s'ja thash, hajt s'ka problem. Sepse ky brioshi që marrun është me kanellë. Është me mollë, me kanellë. E kështu budalliqesh, ndërsa Lisa ka marrë një briosh bosh. Skandaloze. 9.52. Han Robin në orën 9.52 briosh bosh. Shkruani në komente me çfarë hani brioshin. Pak herët, por erdhi momenti i darkët. Do provoj një recetë që e kam parë në TikTok. Jo fiks recetë, sepse nuk është se ka ndonjë të veçantë kjo recetë, por do ta provojmë. First step i recetës na duhen 4 vezë. Tani unë them 4, po ku di unë shifeni vetë edhe për sa njerëz duhet me bë këtë recetën. Do t'i përzim direkt këtu. Sepse unë pritoj. Okej, nuk jam kuzhinier. I përzim gjitha bashkë. Edhe tani që janë shpu edhe të kuqet e vezës, mund t'i hedhim erza. Edhe piper. Do i lej pak buta, se i kam pak qef buta. Nëmër po. Leo me mamin living his best life. Tani do marrim këto tortiljat. Një pjatë ku do vendosim tortiljat. Philadelphia, duhet me e lyj gjitha neja, se tani varet. Unë kam qef me shumë. Avokadon e presim në gjys. Edhe mënyra se si me prej avokadon, thjesht do i bërë vizat kështu. Po deri në fund ta duhet ta ndihesh që thika shkon te lëkura e avokados. Edhe pastaj edhe nga krau tjetër, që të formohen katrorat vegjël. Dhe pastaj del vetë gjithçka. Kështu që tani te tortilja jon do hedhim vezët. Tortilette, vetëm një, se nuk do të prem se kena kolesterolin e lartë. Edhe ndajmë kështu copa. Tani ideja është që këtë duhet me ditë me myll. Edhe e bëjnë kështu. Tani do e lejmë pak se me që kuptova unë flaka, do e ngjisja të tortiljen bashk. Nuk po ngjitet. Ta lej edhe 1 minutë se nuk mund ta lej më digjet. Edhe 1 minutë. Okej, basta. Tani nuk është ngjit, por gjithsesi e lezetshme duket. Erdi momenti, taste test. Kështu duket. Më vën grip. A do e bëj përsëri? Me siguri. Mersi duhet me shtu pak krip. Sinqerisht mendova se një do ishte pak e nuk të ngop, por kam përshtypjen që edhe mund të jetë mjaftueshëm. Mami ima shtu bë si e smun, mos me ndrru portokalla. Pjesa më e mirë e portokallave bebas. Shumë e mirë, por një mjafton. Sa i mirë këtë portokalli. Ndoshta shijon se ta qërojnë tjerët, ku di. Kishte ik mami në Shqipëri një javë, edhe kishte qëru plot një thes me mandarina, mi kishte lënë gati. Te dite se do shkoshin dam, po mos mi kishte lënë gati qërume. Kam hangër shumë. Ka që kishte edhe videoja për sot. U plakëm, nuk mbesohet se për pak kam ditëlindjen. Por, besoj do ketë video tjera për ditëlindjes time. Don't worry! Shifemi në videon e radhës. Paçi!